Kursi i këmbimit të euros me lekun ka rënë më tej këtë javë dhe ka arritur një minimum të ri historik. Sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, euro u këmbye me 95.29 lek, niveli më i ulët regjistruar ndonjëherë. Që nga fillimi i vitit, euro është vlerësuar me 1.5%, ndërsa me bazë vjetore rënja e monedhës europiane ka arritur afërsisht në nivelin 3%. Sipas agjentëve të këmbimit valutor, me hyrjen e sezonit veror, është e pritshme që presionet nënçmuese mbi euron të forcohen për shkak të rritjes së prurjeve valutore të lidhura me turizmin. Gjasat janë që një tendencë lehtë në rënje të kursit euro-lek të vijojë, pavarësisht ndërhyrjeve të vazhdueshme të Bankës së Shqipërisë. Banka Qendrore po ndërhyn rregullisht në tregun valutor dhe gjatë këtij viti për ta frenuar ritmin e zhvlerësimit të euros. Informacionet për ndërhyrje në tregun valutor gjatë vitit 2026 ende nuk janë bërë publike, por duke parë shifrat e 2 viteve të fundit, mund të hipotizohet se Banka e Shqipërisë po vazhdon të tërheqë sasi të konsiderueshme valute nga tregu. Sipas statistikave zyrtare, vitin e kaluar Banka Qendrore bleu 1 miliard dhe 27 milion euro për rritjen e rezervës valutore, por në pjesën më të madhe në funksion të qëllimit për të frenuar forcimin e kursit të këmbimit të lekut. Sasia e valutës së blerë u rrit me 10% krahasuar me një vit më parë. Gjithsej në periudhën 2024-2025, Banka Qendrore ka blerë afërsisht 2 miliard euro në tregun valutor, blerje që vetëm sa e ka ngadalësuar rënien e monedhës europiane. Deri tani as rritja e inflacionit të produkteve të importit, kryesisht të karburanteve, nuk duket se po jep ndonjë ndikim në rritjen e kërkesës për valutë dhe në frenimin e presioneve zhvlerësuese mbi euron. Kjo dëshmon se flukset hyrëse të valutës në ekonominë shqiptare ngelen të larta. Ato lidhen kryesisht me turizmin, investimet e huaja në prona, përveç se me prurjet informale që ngelen një faktor me peshë në perceptimin publik, pavarësisht se pesha reale e tyre nuk mund të matet. Rënja e vazhdueshme e euros gjatë dekadës së fundit e përshpejtuar sidomos në vitet pas pandemisë, ka sjellë ndryshime të rëndësishme strukturore në ekonominë shqiptare dhe ka goditur eksportet, sidomos në ata sektorë që shfrytëzojnë krahun e lirë të punës. Një rënje e mëtejshme e kursit do të shtojë presionin mbi konkurrueshmërinë e produkteve dhe shërbimeve të eksportuara, duke filluar nga sektori i turizmit. Nga ana tjetër, rënja e euros vlerësohet se ka dhënë një efekt pozitiv mbi konsumin në vend të mallrave dhe shërbimeve të importuara. Megjithëse në shumicën e rasteve nuk mund të flitet për ulje çmimesh. Forcimi i lekut ka lejuar një rritje më të kufizuar të tyre, sidomos në periudhën 2022-2023, por pjesërisht u ka lejuar importuesve të amortizojnë dhe kostet e rritura të punës dhe rritjen e pagave.